Përshëndetje miq të emisionit tonë. Njëherë, një mik imi nga Kalaja e Dodës, që para 3-4 ditësh kishte sjell zonjën e tij këtu, me plagë të shumta në gojë, në gjuhë dhe në buzë, mbasi mori mjekimin, më merr në telefon dhe filloi. Ore maskara, po çfarë të bërë? Po çat kam bërë? Po pse ma bëre këtë të keqen? Unë në të vërtetë sinqerisht u preva, se mendova ndoshta pak produkte që unë i dhash asaj, ndoshta i kishin bërë alergji dhe ndoshta ajo kishte përfunduar në spital dhe më ngeli goja, çfarë ndodhi? Po ç'të bëra, po pse ma bëre këtë gjë? Orë ta kam sjell djathin më të mirë nga Kalaja e Dodës dhe më bëre mua këto të këqija, më thonë. Po ç'a ndodhi, më çfarë? Po të mashëroje gruan, po jo për 3 ditë, more se i ka ardhur goja dhe si pushon, 24 orë, tha bën edhe flet edhe ato për ato ditë që ka qenë e smur. Atëherë unë e kuptova, qesha dhe i thash, po vetë më the, aman mashëro gruan sa më shpejt. Edhe unë i thash, për aftën e gojës, ato që kisha më të mirat, ju a dhash juve. Pra, bëj fjalë për një zonjë e cila kishte plagë të shumta në hapësirat midis mukozës së brendshme të gojës dhe gjuhës, buzëve dhe ato plagët e saj sikur kishin dalë deri në sipërfaqen e jashtme. Pra, bëj fjalë për aftën e gojës ose afthave e orales. Këto plagë të vogla, të dhimbshme, që hera herës marrin një formë eliptike, të gropëzuara në mes dhe me ngjyrë të bardhë në të verdhë, dhe anash ato pësojnë një skuqe e cila formon një rreth të kuq, hera herës ndoshta edhe të errët. Këto janë pikërisht aftat, pra një plagë midis buzës ose gjuhës, buzës dhe mukozës së dhëmbëve me ngjyrë të bardhë ose të verdhë të errët, ndërsa rreth e përqark, kjo gropa mbulohet nga një vijë e kuqurrente dhe e errët. Mundet që këto plagë të mos jenë vetëm në këto vende, por edhe në vendet, pra në pjesën e mukozës të faqes së brendshme, ku takohen dhëmbët që mbyllen ose dhe dhëmballët, dhe nga njëherë kur neve mund ta kafshojmë pa dashur këtë mukozën e gojës nga brenda. Pra, në hapësirat midis mukozës buzë, dhëmbë, buzë, gjuhë dhe në faqet e brendshme aty ku mund të kafshojmë pa dashur. Cilat janë simptomat kryesore? Plagë me diametër 2.5 deri në 5 mm janë të gropëzuara në mukozën e gojës, kanë ngjyrë pjesa si e gropëzuar, ngjyrë të bardhë në të verdhë dhe anash e saj e kuqe, forma rrethore ose elipse. Ngjyra mund të shkojë deri në një vishnje të errët. Simptom tjetër, vështirësi në të ngrënë ose në të folur. Pra, njeriu nuk e artikulon dot, nuk e lëviz dot gjuhën, nuk ushqehet dot dhe sidomos është një ndjeshmëri e tepruar ose e theksuar ndaj ushqimeve të kripura ose ushqimet acide. Dhe pikërisht kripa dhe acidi janë 2 nga produktet të acidi uthullat për shembull, ose këto acidet e turshive, të cilat irritojnë, gryejnë dhe ndikojnë në përhapjen e këtyre gropëzimeve në mukozë. Cilët janë shkaktarët që ndikojnë në shfaqjen e aftës së gojës? Faktorë të brendshëm. Kemi të bëjmë me problemet gastrointestinale, sidomos këto që shumë njerëz që shfaqin refluks, gromësima, të tharta, avuj të tharët në gojë, persona që kanë zorrën e irrituar, persona që preken shpesh nga këto infeksionet virale që kapin, si thua, gojën, faringun, nazofaringun e kështu me radhë, sëmundjet inflamatore si lupusi, janë edhe bacile të cilat e çajin, e hapin atë, e plasaritin atë pjesën fundore të arteriolave dhe të venulave. Pra, enët e gjakut në pjesën periferike, si thuash, çahen, plasariten dhe këto bëhen shkas për të formuar këto plagët e brendshme, siç është kjo simptoma e sëmundjes me xhet. Shfaqet ose
çrregullimet të një ankthi të fortë, çrregullimet emocionale, një ankthi fort, një stres i fort, mundet të shkaktohen nga çrregullimet hormonale, sidomos këto prishja, si thuash, e balancës së hormoneve femërore, por mundet të na shfaqen edhe nga mungesa e vitaminave B1, B6, B12, ky acidi folik pra vitamina B8. Faktor të jashtëm mund të jenë, për shembull, këto traumat lokale, domethënë goditjet, kafshimet e faqes nga brenda, sidomos kur pjesa e mukozës së brendshme është e ngacmuar, si të themi, nga ndonjë produkt që ka veti rrudhëse të forta, ka tanine të forta, siç mund të themi kafshimi ndonjë hurme të papjekur të mirë, ose teli ortodontik, pra ka plot fëmijë të cilët për të drejtuar dhëmbët dhe dhëmballët vendosin këtë telin, dhe ky ndoshta pa dashur mund të bëjë që të kafshohet kjo pjesa e brendshme e mukozës të faqeve të brendshme, ose kur përdorim pasta dhëmbësh, të cilat ne na kënaqin se gjasme bëjnë atë shkumën dhe themi ne sa mirë lan kjo, por kjo pastë dhëmbësh që përmban pra këtë sodium laurel sulfate SLS mundet që të më dëmtoj mukozën e brendshme të gojës, ma hollon atë, si thuash, e gryen, dhe kjo mund të më çojë në një puçër, në një plagë në gojë, në, le të themi, në krijimin e këtyre aftave, dhe mandej pastaj ato produktet ushqimore mund t'i ngacmojnë. Ose ushqimet pikante, për shembull, ushqimet që janë shumë acide, pra turshit e ndryshme, konservantet e ndryshme, kafja që mund të përdorim neve, alkooli e të tjera, pra kafeina, si thuash, e tepruar, mundet të na çojë në shfaqjen e aftës së gojës. Por njëkohësisht mund të kemi edhe faktorë infektiv dhe alergjik. Për shembull, një alergji ndaj ushqimeve mund të më shkaktojë një irritim të brendshëm, ose ndonjë medikament farmaceutik që mund të shkaktojë këtë, por njëkohësisht tek afta e gojës ndikojnë edhe konservantët e ndryshëm të disa produkteve ushqimore, kryesisht tek këto lëngjet e frutave që ato të ruajnë ngjyrën, të mos fermentohen e kështu me radhë, të kenë jetëgjatësi e tjera. Dhe njëkohësisht në krijimin e aftës së gojës luan një rol të rëndësishëm edhe kjo trashëgimia gjenetike, pra faktorët trashëgues. Kush do të ishte një trajtim i mirë alternativ në kushtet e shtëpisë i aftës së gojës? Pra, tek ajo që me vërtet ky u befasua se si ka mundësi që brenda 3-4 ditëve një njeri që ka aftë në gojë t'i mbyllen plotësisht ato plagët dhe puçrat. Ne e kemi provuar edhe në klinikën tonë, duke i ushtir brenda plagëve këtë propolisin me rigon, dhe ky jo vetëm që është një antiseptik i mrekullueshëm, por është edhe një antiviral i mrekullueshëm, dhe njëkohësisht taninet e tija kanë veti që të mbyllin plagë dhe puçra. Po si duhet ta filloj ditën një person që i ka këto aftat në gojë, qoftë fëmijë, qoftë edhe i rritur, edhe më së shumti preken femrat. Atëherë, që në mëngjes personi duhet të çohet dhe të marrë një çaj kamomili, ta përdori si gargar për shplarjen e gojës. Pra, çdo le të themi bakteri, ose ndonjë viroz, ose ndonjë aciditet i shtuar i stomakut gjatë natës, që na kanë ardhur në gojë, ose krijimi ndonjë myku nga Candida albicans e kështu me radhë, mundet që në gojën tonë të ketë lënë gjurmë dhe të ketë filluar të na dëmtoj pak mukozën. Atëherë, kjo shplarje e gojës, kjo higjenë personale na ndihmon më së miri që këto, le të themi, toksina, ne që na ndodhen midis dhëmbëve e gjuhë e kështu, ne të marrim dhe ti nxjerrim. Mundet që të mos përdorim vetëm kamomilin për shembull, por të përdorim bashkarisht, dhe kjo do të ishte më e mira, që ne të bëjmë një përzierje bimore të këtyre produkteve. Atëherë, mund të marrim në 1 litër ujë të hedhim 1 dorë sherebel, 1 dorë nga lulja e bishtamithit, e cila përmban edhe atë vitaminën K dhe na ndihmon që të mbyllim plagë puçra dhe të përmirësoj qarkullimin e gjakut, dhe 1 ose 2 lugë gjelle kamomil. Atëherë, ky është çaj që
në kushtet e shtëpisë, çdo njëri nga ju mundet që ta realizoj shumë lehtë. Këtë çaj mund ta përdorim edhe për shplarjen e gojës, por njëkohësisht edhe për të pirë 2-3 gota në ditë gjatë ditës para buke, mirë është të shoqëruar me pak mjalt. Nëse kemi një fëmijë të vogël i cili është krijuar afta e gojës dhe flet me vështirësi, mund të bëjmë edhe një veprim tjetër. Marrim një lugë çaj mjalt, një lugë kafe sot buke, i përzijim të dyja së bashku bashkarisht dhe me këtë përzierje ne dezinfektojmë gojën dhe njëkohësisht këtë mjalt me pak sot buke e konsumojmë. Tjetër, marrim propolisin me rigon. Pra, nëse këtë çaj ne e kemi, si thuash, të pranishëm edhe për shplarjen e gojës, edhe për të pirë nga një gotë para buke, atëhere propolisi me rigon do të konsiderohet si me të vërtet një medikament i fuqishëm kundra këtyre aftave në gojë. Si mund të përdoret? Fëmijëve të vegjël deri në moshën 10 vjeçe mund t'ju hedhim nga 5-6 pika pas buke, 3 ose 4 herë. Brenda 2-3 ditësh, ajo afta do filloj që të vërë një cip të hollë dhe është momenti që kjo mukoza po më rigjenerohet. Mbas kësaj, kemi vajin e ekstraktit balsamik. Edhe ky mundet të përdoret me 2-3 lugë kafe pas buke, por le të themi 15-20 minuta pas propolisit. E theksojmë këtë sepse rreth 20 minuta ky propolisi ka fuqi vepruese të fortë mbi këtë puçër në gojë. Dhe mandej, kjo pjesë që tashmë, si thuash, është e irrituar nga efekti i alkoolit të propolisit, le të themi, që nuk është në atë përqindjen e lartë, atëherë ky vaj zbutës është vaj i ekstraktit balsamik, është zbutës, por është njëkohësisht edhe rigjenerues dhe qëndron në gojë, si thuash, me një efekt veprues më shumë se një gjysmore. Nëse personat kanë fryrje barku, zorrësh, kanë kështu çrregullime në jashtëqitje, mundet të kenë ndonjë ulçër në stomak ose në zorë kështu, atëherë unë do të thosha që krahas këtyre produkteve, pra mjaltit, propolisit, vajit, mund të përdoret çaji kolimer me shumë sukses, pasi bima që ndodhet në brendësi të tij, Satureja montana, që është kjo trumza, që është me të vërtet antivirale e mrekullueshme, Teucrium polyherba, pra i bari i majasillit, që i thot populli jon, lulja e bishtamitit, janë bimë të fuqishme të cilat na ndihmojnë më së miri, jo vetëm që të rregullojmë, si thuash, këtë pH-in në gojë, po të jetë dhe një çaj antiviral dhe antibakterial i mrekullueshëm dhe njëkohësisht ky të na ndihmojë në mbylljen e plagëve dhe të puçrave këtu tek goja dhe njëkohësisht të më rregulloj mirë funksionimin e gjithë sistemit të tretjes, stomak, zorë të holla, zorë e trash. Pra, si konkluzion, me çajrat antiseptike dhe higjienike, ose sherebel, bishtamith, kamomil, ose çajin kolimer, me antiseptikun me propolisin me rigon, ekstraktin balsamik dhe mjaltin, juve fusni në trupin tuaj fitokimikate, vajra të cilat janë të afta që të rigjenerojnë plagët dhe puçrat në brendësi të hapësirës së gojës. Atëherë, shumë shpejt, këto mund të na shërojnë për 4-5 deri në një javë, ndërsa kur ato aftat e kanë zgjeruar atë diametrin e tyre, ose si thuash, kur kjo sëmundja bexhet mund të ketë ndikuar në prishjen fundore të arterieve, të arteriolave më saktë, dhe kjo plaga afta në gojë është bërë shumë e madhe, kjo mund të na kërkojë afërsisht deri në 2 javë kohë. Pra, e shumë e madhe në kuptimin që plagët kanë dalë nga brenda deri te buza nga jashtë dhe në këtë mënyrë, edhe hapësira e buzës nga jashtë kur është mbushur me plagë, duhet që të lyhet me propolisin me rigon dhe mandej me ekstraktin balsamik.
Ky emision ju vlen plotësisht për trajtimin e aftës së gojës, si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit. Mirupafshim në emisionin tjetër.